sot rreth orës 1:30 mëngjesit, si pasojë një defekti në linjën 35 kV Stan-Tërg, është ndërprerë furnizimi me energji elektrike në njësinë biznesore miniera me flotacion Trepça Stan-Tërg. Ekipi i Trepçës, i përkrahur nga ekipi i Kostit, është angazhuar menjëherë maksimalisht për ta rikthyer furnizimin. Në kohën kur është ndërprerë furnizimi me energji elektrike, në minierë kanë qenë 47 minatorë, prej të cilëve përmes shkallëve emergjente nga ora 3 mëngjesit deri në orën 8 të mëngjesit kanë dalur 29 prej tyre, ndërkaq pjesa tjetër, përveç atyre që janë në kujdestari, kanë dalur në ora 14 pasi ekipet teknike kanë bërë lidhje alternative emergjente për të rikyqur linjën 35 kV nga në stacioni Trepça në Stan-Tërg. Të gjithë punëtorët, minatorët janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërkohë që shkaqet e avarisë të nën stacioni janë duke u hetuar nga organet kompetente.